Mënyra e ushqyerit është një ndër faktorët kryesor në jetën tonë. Nuk thon kot, ti je çka han. Sa e përket fytyrave tona publike, ata gjithmonë janë në formë, me dieta, ushtrime në palestër e të tjerë. Materiali që ndjekim në vazhdim ju tregon pak a shumë se cilat janë disa prej specialiteteve që ata din t'i bëjnë më së miri. Ushqimi i shpejtë është bërë pjesë e jetës në vitet e fundit, duke bërë edhe më të vështirë të ushqyerit të shëndetshëm. Ushqimet të cilat janë të lira dhe përgatiten shumë shpejt, faktikisht këto ushqime janë më të pashëndetshmet. Nëse do i ofroni të organizmit tuaj që të zgjatet mes ushqimit të shëndetshëm dhe atij jo të shëndetshëm, me siguri nuk do t'ju pëlqente rezultati. Fytyrat tona publike shpesh herë ndoshta harrojnë shijen e shishme nga se kjo ndikon në fizikun e tyre. E të ushqye e shishëm e me bollok me siguri nuk do t'i kishin këto linjat që kanë sot. Ndërsa për ju, Afërdita Paqarada, Orhan Murati, Lyva Kajtazi kanë për definicion disa receta që të ndajmë me ne e ju, se janë të shishme e të lehta shohim. Pastaj ju dëshiroj mirësartje në kuzhinën time të preferuar, ku i kam krejt elementet që më nevojiten, duke përfshirë edhe ushqimin e freskë. Në këtë rast, kam i rregull që përgatiti sallatën time të preferuar. Ka perime të në grill, të cilat nuk janë të fërgume, janë kapurdha që përmbajnë proteinat mjaftueshme, vendosin në grill. Shumë sallatën e gjelbër që mos më hup dera ushqyese. Arsyeja pse jam nan ma jep edhe një prej dëshirave të vullnetit me kalu kohë më shumë në kuzhinë. Pulës zakonisht të qesim në dhënim mëlmes. Tu kom shtry një limon, vendosi pak senf. Edhe kjo është sallata e vullur. Faleminderit. Tash mbetet ty më vlerësu. Do shumë e shishme. Definitivisht shumë e mirë. Shumë e mirë. Të më shëndurti. Edhe kondër. Ushqimi i shëndetshëm i dizenjatorës ka bërë që të mos hecin vitet për të. Ndryshe nga Afërdita dhe zgjedhja e saj në një sallatë me plot vlera ushqyese, Orhan Murati, prezantuesi i lajmeve në Klan Kosova, recetën e tij me makarona e salcë peshku vendosi ta ndajë edhe me miqtë e tij. Erdhi. Specialiteti jem do t'jetë një specialitet shumë i lehtë. Është në fakt e kam mësuar në Itali kur kam qenë në një restorant në Rom. Është shumë i lehtë, por të përgatit është shumë edhe i lehtë për organizmin e njeriut. Që fillimisht unë po e marr një brezg, kam i pre hudrat, blerta ullodh dhe do një gjellë të mirë. Tash është shumë e lehtë, edhe përgatitje nuk merr shumë kohë, sidomos për njerëzit që punojnë. Përbërësi kryesor i këtij specialiteti të shpejtë edhe të mirë është vaj ullirit. Këto ndahen për gjysmë, domethënë. Kjo fërgohet derisa të fillojnë pak me uskuq hudrat, më pas hidhen domatinat, edhe për një kohë fërgohen dhe pas domatinave hidhet konserva e peshkut. Hidhen domatinat. Hidhet edhe majtanozi. Derisa të fërgohen, ne e bëjmë gati tashmë edhe konservan e peshkut. Yndyrën nuk e pranojmë shumë nga që i kemi hedhë vaj ulliri, domethënë duhet pak që ta derdhim. Përveç lajmeve din me bëve gjëna tjera. Prandaj domethënë sot, kjo është emision prive, sot po e bëj edhe një aftësi timen që unë e di me bë kuzhinë. Tash domethënë këto i hedhim edhe peshkon.
Kërsa tani është koha pak të bëjmë edhe zirjen e makaronave. Tash është koha për me mbush pak ujë edhe me i qitë shparkujt. Ti Ramir, po vjene që ka po dhe nuk të gjithë. Makaronat janë zi, që tash është koha me qitë. Tash makaronat me që janë zi nuk është se i lëmë shumë në zjarë, por vetë se sa bën me sosin që është kriju. Tash është koha për t'i bë gati shparkujt. T'jedhin pak krep. Të po zihen. Kështu që u bo po më ndoke së shumë shpejt, edhe tash është koha. Tash po i shërbej makaronat. Edhe shpargojt. Shpargojt nuk zihen më shumë se 7 minuta, se bën shumë buta. Po, i humbin vlerat e veta. Dhe është specialitet që bëhet shumë shpejt. Me shmësit të vitë. Një grama prive, ku përgatit e recetën në oriz me mishkullje dhe perime. Mas pari shkojna me një përparse. Një darkë më të komplikuar e të shishme u kujdes edhe këngëtarja Ryva Kajtazit andaj me ne në apartmanin ku tashmë ajo po jeton. Së pari fillojnë me mishin e pulës apo zokut të pulës. I bëj shpejt dhe unë pëlqen kuzhina, vajti si shumë. Mishi pulës, orizi, edhe perimet. Në fund e përdor edhe një sweet and sour sauce, është pak i djeks, pak i omer, ju ka një farë shije interesante, po e bën shumë të shishëm. Zakonisht përgatitje për 2, po ka raste kur dojmë me mbledh prind ose shoqni ose shtu diçka, përgatitje pak më shumë. Shangare, spec i kuq edhe i verë, kepe kuqe, peperime dhe porinje është që mu më pëlqen mas shumëte. E preferoj zakonisht në gjella e praktikoj. E preferoj rizën në kese, ajo i nevojitet 15-20 minuta. Po qëtu unë dhe në një cuptu pak më shumë. Hapësira e kuzhinës është një nga ato që shoqëron pothuajse gjatë gjithë kohës së saj kur gjendet në shtëpi. Mirë se erdhët. Mirë se gëzuar. 3 receta që shijuam ishin të shijshme deri në maksimum, e juve tani u mbetet të zgjedhni se cilën do ta servoni me më të dashurit në tryezën tuaj.